Si të filloni një biznes në Amazon pa dal nga shtëpia? Kjo është e mundur online dhe pa shpenzime të panevojshme, por ju nuk do të gjeni informacion të disponueshëm për tregtinë në Amazon në gjuhën shqipe në vëllimin e nevojshëm me çmim të arsyeshëm. Agjencitë lokale të konsulencës shesin trajnime nga $300 deri në $500. Trajnerët i vlerësojnë konsultimet e tyre edhe më shtrenjtë. Për fillestarët, kjo është shumë e shtrenjtë. E nëse nuk ju përshtatet, a duhet të mësoni përgjigjen për $500 dhe disa muaj studim? Informacioni falas në internet zakonisht është në anglisht, është i shpërndar, duhet shumë kohë për sistematizim. Artikujt individual në blogje janë shumë sipërfaqësor, ndërsa videot në YouTube ju mashtrojnë me fitim të lehtë. Të paguani $500 për një guru lokal nuk është opsion. Ne ofrojmë një alternativë. Ky është një kurs tregtimi në Amazon për fillestarët në gjuhën shqipe, pas të cilit një fillestar mund të fillojë me kosto minimale. Ju do të dini si të hapni një dyqan në Amazon në mënyrë të pavarur. Regjistroni një kompani në SHRB online dhe pa ndërmjetës duke paguar vetëm tarifat zyrtare. Merrni falas detajet tatimore dhe bankare në SHRB dhe Evropë për tërheqjen e parave. Gjeni produkte fitimpruese. Konfiguroni dyqanin dhe filloni tregtinë. Kursi ynë është përshtatur posaçërisht për jo rezidentët e SHRB, me të cilët Amazon nuk punon me dëshirë dhe bankat amerikane nuk duan të hapin llogari. Ne shpjegojmë në detaje se si të filloni një biznes ligjërisht me kosto minimale. Të interesuar? Klikoni në lidhjen për të mësuar më shumë.